Jam menu shumë herë si me e fillu këtë rrëfim para jush. Dhe çdo herë kishte një gjë që I thosha vetit jo. Nuk jam unë. Atëherë erdha sonte me një ide në kokë dhe me zemrën që më dridhet para jush. A ju ka nollë në një herë me u shemp sa me ju dhim të shpirti e trupi me u dramcu në mira copëza të kristalta si ato pasqyrat mas një tërmeti. Uroj që jo. Por mu më ka ndodhë. Edhe në qastin kur ndodhi, isha krejt e pa përgatitur. Sepse njeriu nuk e parashikon asnjëherë një moment kur ti do të përplasësh për tokë. Nuk e parashikon asnjëherë që në çastet më të bukura të jetës tënde, në ato çaste ku ti mendon se ka ardhur koha atë që ke kriju me shumë dashni, e cila është familja që për mua është shumë e shenjtë, mundet edhe me I ndodh një tragjedi shumë e madhe. Ka një rrugtim këtë jetë që unë e mbaj mend me tim shoq. Ishim ajo familja që të paktën unë mendoja gati na kishin zili me një dëshni të pakufishme, dy njerëz prej dy botëve të ndryshme, por me një dashni të madhe. Me dy fëmijë të mrekullueshëm, por që nuk ishte thanë që të dy bashk ta çonim këtë rrugtim deri në fund, kur mund të ishte fundi. Ai shkoi në një botë tjetër, edhe unë jam e sigurt se ka një botë për teme, ka një botë ku shpirtat e lirë, e shpirtat e bukur, e njerëzit e mirë e popullojnë diku lart. Dhe unë bejta këtu. Me dhimbjen time mbi supe, me zemrën time të çame për gjys, dhe me dy fëmijë të cilën mu banën motivi I jetës time, dhe që unë I adhuroj prej ditës që kanë lindë, dhe vazhdoj me I adhuru edhe sot. Mbeta këtu që këtë dhimbje me e kthy në varg. Sepse janë disa momente ku ti dhimbjen nuk din ku me e qu, çka me ba me te. Si me e thonë, si me alshu dikuj tjetër. Dhe toj nuk mundesh me alshu dhimbjen dikuj tjetër. Por e vesh shpirtin me te, dhe vargu bëhet strofë. Strofa bëhet këngë. E kënga I kushtohet atij që nuk është më në mesin tonë. Mos mlen pa shpres, jeto dhe një her, se çdo nat pa ty si dit, pa drit heshtje mbush me frit. Ku jetash në shpirt më djeg, në kujtime mos më shkri, se jeta pa ty fjall, paza zemra vakëtra. E kjo ishte Eja Zoga, e mrekullueshmja Eja Zoga. Që dhe dhimbjes teme I dha za, I dha shpirtin e saj. Në momentin, në çastin më decisiv të jetës, kur ti mendon se ke mjaftueshëm peshë mbi supe, dhe tashmë të duhet thjesht me marr me një qetësi edhe me vazhdu rrugtimin tënd, me u bë udhërrëfysja e familjes tënde. Ajo nana që I mbledh atë të dy ngji,
edhe vazhdo jetën. Por nuk ishte e thanën që unë me kene qetë. Nuk ishte e thanën që me majtë një vëdhimje misupe. Sepse me sa duket, gratë paskan supet forta edhe mundën me majtë dhimjet forta mbi veti. Ishte ai moment ku unë përballem me një prej sfidave më të mëdha të jetës. Tumori. Në çastin që u shfaq në jetën time, unë mendova se gjithçka mori fund. Gati, e qova edhe në përmend që me u dorëzu, sepse nuk mundem ma. E tepërt, e pa përballueshme. Tashma nuk ishte thjesht një dhimbje, tashma ishte një sfidë që nuk e dija fundin. Fillimin e kuptova, për fundin nuk e dija ma. Tashma ishte një rrugë krejt e pa njoftun. Tashma ishte diçka të cilën e kisha ndëgjuar më përpara dhe kisha qa me historitë e grave që përballeshin me një tumor. Por që t'isha unë përballë kësaj, nuk e kisha menduar as imagjinuar asnjëherë. Por çka ndodh? Sepse njerëzit e artit, ata njerëzit që fillojnë me shpirtin e tyre fjalen, ato gratë që lindhin fjalen, ato që e krijojnë, ato që e falin, ato që din me dhanë dhe dashni, din me gjetë një moment. Në vitin 2018, është e para dhe e fundit herë që do të përmend një vite, po ishte decisiv për jetën time. Për me jetu, kapem mas një poezie. Edhe aty, unë e kuptova se Zoti më kishte beku me fjalen. Prandaj e falenderova me mira herë. Sepse poezia thot, po të du unë, pa me dashtun, pranvera zgjohet mes dimnit. Handrat jargaviten, si lule kacavjerse nërmure, të tujt të nalt. Ba me dasht unë, liria jote del prej guackës, edhe baret si perl në qafën teme të bardh. Ba me të dasht fort unë, stuhia jo nihet deri në agim. Dielli lind gojen tame dhe vdes në gjitë e mi. Por unë nuk du se poetja në mu fle në borën e trishtimit dhe të rëshqet shpinës, veç kur dielli e shkrenjë. Kjo poezi vjen me një çmim nga Kulstrofa. Do me thonë, Prishtina më kishte lëshu një za, sepse në Prishtinë poetët i dojnë shumë. Kosova më kishte lëshu za zgjo Arjol, del prej territ ku ke hy. Zgjo se jeta të pret, dhe jeta është e bukur. Dhe ishte e vërtet. Në një telefonat rutin me mjekën teme onkologe në Tiranë, doktoresha Nilen, cilën do të kisha dashur me përqafu sonte, sepse unë kam shumë vite me te. Ajo më thot, nërsa po pysja për datën e një herë të përmujshme të kurimit, jo Arjo, nuk do të vish ma. Ky rrugtim maron këtu. Ti e mirë, do të vazhdosh ndoshta ekzaminimet tuaja, por e ke gjetë një forcë diku aty mbrana vetit, i ke bë ballë edhe i çun kam. A e di dikush se për me u çun kam, nga njëherë nuk mjafto ka dashnia që ke me dhanë për njerëzit tuaj më të dashtën. Nga njëherë nuk mjafto ka as qielli i madh, as bota, as yjet, por forca që ke mbrana vetit. Edhe unë e kuptova se ba me dashtën, po, mundem me jetu, pa diskutim.
Me ishte thanë lajmi ma i bukurit, teme dhe unë nuk po disha si me u gëzu. Edhe lëshova telefonin, u ulla në poltronën teme, edhe po dridhësha tanë, edhe të u dridh, e kuptova se nuk po pusqeshja. Dikush thot që ti mundesh me jetu, kur të nesër me ne ke endet pasigurt edhe ti nuk din masi me u gëzu. Edhe me nova thash, ti telefonoj dikuj, më duhet me dhi se si është gëzimi. Qfar jehonet sjell gëzimi mrena tejet, si duhet me ken një njëri që i thojnë që ti nesër kemi ja dal pa beteja. Me nova mi telefonu vajs. Ose djalit. Por ka një njëri të shejt njëtën tane që lutet për ty çdo ditë. Dhe i telefonova nancë. Pa tjetër që gëzimi i saj, edhe gëzimi i dhe nancë dhe i babs, është një arsye ma shumë me jetu çdo ditë jetës teme. Të falemnderës Zotit që ata i kam. Të dashur na gra, të gjithë ju pa tjetër, po këthirje sot e kam për gratë. Sa do piklim të keni, sa do të trishtume t'jeni, sa do t'ju varen supet prej peshet, jeni krenare, se në këtë qytet nejna Rozafa. Amen.